Avokat, ditën e djeshme u bë i mundur finalizimi një operacioni ku është pallur në kërkim Artur Sheu, si dhe është arrestuar Ilir Shtufi, dy biznesmen të njohur, ku Artur Sheu po themi është i lidhur dhe me ndërtimin në Zvërnes. Si shikoni këtë lëvizje të Spakut dhe a ishte një mesazh ndaj protestuesve që ne jemi me ju? Ja, nuk ka lidhje fare kjo. Arrestimet e djeshme ishin arrestime fake të gjitha, po fare. S'kan asnjë lloj lidhje nuk kanë asnjë lloj lidhje me Shqipërinë. Personazhi kryesor që është Artur Sheu apo familja Sheu, unë jam avokati i familjes Sheu, mbroj interesat e tyre për sa i përket pronës sot, kuptohemi, dhe ja jap me bindje time qoftë profesionale, morale e kështu me radhë, që janë familje pronarësh aty në atë zonë, e kanë ruajtur atë zonë për 30 vite, sepse nëse nuk do ishte familja Sheu, ajo zonë aty do ishte zaptuar, do ishte bërë me ndërtime pa leje si çdo pjesë tjetër e Vlorës apo e Shqipërisë, dhe aty ujërat e zeza do ishin në det sot. Dhe ai Zvërnesi, ajo pjesë e Zvërnesit që është e ruajtur dhe ne sot po proklamojmë të madhe që është zonë e mbrojtur, sa e bukur natyra, e ka ruajtur familja Sheu se kishte pronë e saj. Nëse s'keni parë aty ndërtime, ka qenë merite e kësaj familje dhe jo e shtetit. Ju e dini shumë mirë sa i mbrojnë shqiptarët në zonat e mbrojtura, ku i kthejnë ato në lamfille, përmbetjet urbane, mbjetjet spitalore e kështu me radhë. Futuni në për zonat e mbrojtura dhe do t'i shikoni se sa i duan shqiptarët në zonat e mbrojtura. Dhe sa i respektojnë ambientin shqiptarët, që e presin për dru të gjithë pyet, të gjithë pra ka shkatëruar pyet, kullota e kështu me radhë. Kështu që të largohemi nga pjesa e propagandës që bën prokuroria e posaçme. Artur Sheu dhe askush tjetër nuk ka bërë aty dhe nuk ka lidhje fare as me krimin dhe as me pastrimin. Artur Sheu është një individ i cili është larguar nga Shqipëria ka 30 vite afërsisht për arsye hasmërie, sepse i kanë vrarë familjen, njerëzit e ngushtë të familjes, dhe është larguar me azil në Shtetet e Bashkuara. Menaxhon pronën e tij që andej, duke ja deleguar të drejtat e tij, s'është vetëm ai, kuptojmë ish familja, sepse ne duhet patjetër ta fokusojmë tek Arturi, dhe Arturi është nga biznesmenët e parë në Shqipërinë që në 1992 që ka krijuar turizmin në atë, sepse Lungomarja, ta përdjeni, 90-80% e Lungomarjes ka qenë pronë e familjes Arturi, dhe ato pallatet që shikojmë ne aty, shumica, po themi 60-70% e tyre, i ka ndërtuar Artur Sheu. Ato të Lungomarja që sot bëjnë duket bukur dhe mburren të gjithë nga Lungomarja. Janë të atia, janë investimet të ati sepse është ndërtues. Janë familjes atia. Tani, unë nuk e di ku e gjën Spaku lidhjen pastrimit parave me Artur Sheu, sepse fundit ai ka shitur një pronë të disa persona që mendohet, nuk e di sakt, se nuk e kam parë dosjen, që i kanë të ardhurat e tyre nga trafiku i lëndë dhe narkotike. Por ç'lidhje ka Arturi këtu tani me historira rupe që nuk ekzistojnë, vetëm në mendjen e disa gazetarëve, në mendjen e Spakut dhe disa idiotëve të tjerë që kanë lidhje fare. Aruba është një ishull turistik që mund të shkosh edhe ti dhe unë. Është një tokë holandeze afër Kolumbisë. Arturi mund të ketë shkuar për pushime, si shkon edhe në Europë me pushime në Monte Carlo e kështu me radhë, po çfarë lidhje ka? Tani, nëse do të godasin pronarin Elisho, se kishet pronën e tij sa personave që Spaku mendon se i kanë burimi financiar të tyre nga trafiku, ky është problem perceptimi i Spakut. Por nuk asnjë lloj të drejtë nuk ka që të hedhë bal mbi familjen, si ka marrë pronën dhe pse ka shitur pronën dhe kujt ja ka shitur pronën. Ky është i pislliku më i madh që mund të bëjë një prokurori, që për arsye populiste, për arsye të tjera që unë do t'i them një moment tjetër, kur të dalë një konferencë shtypi me prova me fakte, edhe me njerëz të familjes Sheu, bashkë me ta, po jemi duke observuar dhe duke menaxhuar këtë situatë, dhe do dalim një konferencë shtypi që të bëj publike
edhe dokumentat e pronës, origjinën e asaj prone, atje që nga koha e Perandoris, edhe nga në përkthimi që është bërë dokumentave në kohën e pas viteve 20, që u hodhën themelet e shtetit shqiptar dhe filluan të arkivoheshin dhe të beshin pjesë e arkivave dhe dokumentave. Kështu që Spaku nuk e di ku e ka gjetur këtë lloj kapërcimi ligjor, po gjithsesi ne jemi duke punuar për këtë gjë dhe padyshim në ditën e vijim do bëjmë publike pse si është prona, si e ka përfituar dhe çfarë lidhje ka Artur Shehu apo familja Shehu, personat e tjerë me personat e akuzuar nga Spaku për pastrim për duke veprës penale. Unë nuk e di që një pronar që shet pronën e tij do t'ja shes ku t'i doj kokra e qefit. Pronari, unë jam vetë pronar, edhe unë kam bërë kontrata me të huaj, do t'ja shes ku të më doj kokra e qefit. Do investoj dhe do bëj ortak këtë më doj mua kokra e qefit. Dhe si jam llogari fare as prokurorisë dhe as gjykatës. Po nëse gjykata do të bëj kapërcime, është problemi, prokuroria do të bëj kapërcime, problemi është i saj. Po jo i vërtetësisë së fakteve, provave që ajo familje është pronare. Pse është shpallur në kërkim, pra pse është nxjerrë një urdhër arresti ndaj Artur Shehu? Shiko, Spaku ka agent. Dhe thash, agentën e Spakut ne do ta bëjmë publike. Ka një agent të vetën, padyshim është një agent politike, është një agent politike. Ajo të nxjerrë 20 urdhra arresti për Artur Shehu, mund të nxjerrë sa urdhra doj. Por kjo nuk do të thotë që Arturi Shehu nuk është pronari i asaj toke atje. Fakti që ti nxjerr urdhër arresti nuk të zhvesh ty nga prona. Spaku e bën këtë për të treguar, Altin Dumani më sakt, e bën këtë për të treguar, për të shërbyer atyre që ai ju shërben, e di shumë mirë ai Dumani këtë, edhe më vjen keq edhe për atë prokuroren tjetër, që i shërben dikujt me këtë lëvizje, por mos harroni që nuk ka as drogë këtu në këtë mes dhe nuk ka as gjë, sepse këta personazhe që ai përmend, përveç Artur Shehu, të tjerë të gjithë, nëse kanë bërë trafike, kanë bërë në vendet e Bashkimit Evropian, paktën në aq sa flitet në atë dosjen e Spakut, me aq sa unë kam djeni, dhe s'kan kryer asnjë veprim kriminal në Shqipëri. Kaq. Ore sot për cilën këta kanë marrë, mund të akuzosh për çfarë duash, por jo për trafik. Jo pse ka bërë pronën dhe ka shipur pronën. Një biznesmeni, djali i biznesmeni, dhe ai vetë është biznesmen. Nëse do të bësh luftë ndaj biznesmenëve dhe ndaj njerëzve të cilët punojnë, okay, bëheni luftën, ta bëj prokuroria. Por masat e arrestit nuk janë zgjidhje. Dhe për Artur Shehu le ta nxjerr masën e arrestit. Artur Shehu është person me azil politik në Amerikë, nuk ka shanse ndonjëherë që ta sjellin ta ekstradojnë nga Amerika këtu, nuk ndodh. Por meqense Spaku e ka nxjerr flet arresti dhe në vijim mund ta nxjerrë edhe në kërkim ndërkombëtar, mund t'i dërgojë edhe Shtetet Bashkuara kërkesën, por është e kot sepse nuk ka asnjë lloj lidhje po fare me atë të cilën është përfolur nga prokuroria e posaçme. Prokuroria e posaçme nuk ka autorsinë e vërtetës. Autorsinë e vërtetës që kanë i bie gjykata. Ashtu siç dhe ne avokatët nuk kemi autorsinë e vërtetës, por ne kemi sa gjëra më shumë sepse kemi ato prova të cilat prokuroria ja na shkalon, por ne i kemi aty, i kemi të arkivuara dhe do t'ja paraqesim që javën që vjen do t'ja dërgojmë prokurorisë posaçme që t'i bëjmë të ditur ja origjina e pronës, ja të gjitha veprimet që kjo familje është familje pronare dhe nuk ka burr nëne, kur thosh dikur e dirama dhe birë kë, mos sa përmend, që asaj familje ti mosh pronën. Kaq, shumë e thjeshtë. Se kujt do t'ja shesi pastaj dhe personat që e blejnë mund të kenë lidhje dhe i ka parat të prodhuara nga trafiku ndërkombëtar, ai është një problem tjetër. Kaq. Avokat, po lidhur me hetime që ka kryer Spaku për pastrim parash, ku siç edhe në dosje thuhet, shumë para këtë trafikimit të drogës të përfituar nga trafiku i drogës janë investuar në ndërtim kullash në Tiranë. Po, Spaku tani u kujtua për investimin e kullave në Tiranë,
kullat kanë mbaruar, ja futu dhe njerëzit të bizneset apo ata që i kanë blerë janë aty. Tani u kujtua? Spaku mund t'i bënte pezullimin e që në momenti që doli leja, që në momenti që u rrethuan kullat për të ndërtuar. Tani u kujtua Spaku për kullat? Kullat aty kanë qenë, aty janë. Vetë mjafton që të futet e leja që ka dhënë kryeministri të paktën në fund të muajit të prill, të shikoj, aty ka kullat. Aty ka personazhet, aty ka kompanit, aty ka mund të kontrolloj burimin e të ardhurave të tyre dhe kaq. Në Tiranë është mbushur me kulla dhe Tirana çdo ditë hapen gropa. Krisa 10 gropa hapen çdo ditë në Tiranë për të ndërtuar, Qofshin këto para nga trafiku palishëm, por më shumë janë nga korrupsioni i brendshëm këtu. E Spaku aty ka, lëviz i shikon, siç jemi unë e ti, që i shikojmë, i shikon dhe Spaku. E shikojnë edhe oficerët e BK-s po të shëtyu. Kështu që kjo është një mënyrë, një formë që Spaku e bën për të hequr vëmendjen nga ca gjëra të tjera dhe padyshim pastaj për t'i dhënë ushqim edhe disa, po deshe t'ju pse jo edhe protestuesve, por për mua lëvizjet e fundit të prokurorisë posaçme, për të cilat ajo është investuar për pronën e familjes Sheaj nga Kanina e Vlorës, për mua janë me prapavi politike, për të cilat thash ne do t'i bëjmë publike në një moment tjetër, për të cilën pastaj ta vlerësoj vetë gjyqtarët, qytetarët, ne do japim me prova dhe me fakte, si qëndron e vërteta, dhe ku fillon dhe kush vepra penale që ka kryer familja Sheaj dhe veçanërisht Artur Sheu. Nuk shikoj në një vepër penale, aty pse ke shitur pronën ca personave që Spaku mendon se i kanë burimi financiar na trafiqen. Ku është droga e kapur këtu? Ku janë parat e kapura këtu? Ku janë çfarë them unë ty? Ku është droga e kapur që po pastrohet? Se të pastrosh para do të thotë që ti ke kapur drogën apo jo, ose ti ke kapur korrupsionin qeveritar. Pra ti ke produkti dhe pastaj ke pastrimin. Spaku shkon te pastrimi po pa patur produkti. Si mund të shkoj te pastrimi pa patur produkti? Edhe ti mund të flasësh në ava, pa ma shpjegoni pak. Se dakor, pastrimi është fjalë shumë e rëndom, të shkthyer kështu tani, pastro parat ai. Po që ta pastrosh një dhe shtëpinë dhe banesën dhe studion ku jeni ju, do të bëhet pisje, do të gjejmë njerëz si u bë pis kjo që ti e pastrove, dhe pse u bë pis. Dhe kjo punë e pastrimit, se këta e quajnë kështu tani, 1 me 2 pastrim, ka mësuar pastrim, megjithëse pastrimi për të veprës penale parashikon në bashkëpunim, parashikon nga 7 deri 15 vite burgim, edhe këta i fusin pastrim. Hajde gjeti pastaj pastrim. Këtu pastrim është gjithë Shqipëria. Tu pastrim që ne po flasim bashkë për gjithë Shqipëria. Spaku e ka aty ato që ai thon, palasën, e ka aty Dërmiu, e ka aty të gjithë urësirën perëndimore të Shqipërisë. Nuk e ka parë Spaku që në palasje në Dërmi po bet nami, kanë zhveshur, kanë edhe mali në shesh dhe po bën resorte çdo muaj fillon një resort atje me lejet e kryeministrit. Tani nuk e ka parë Spaku këtë? Tani u kujtua Spaku për zvërnesin, u kujtua vetëm? Atje ka ardhur primarit, i kapi. I ke në Palas, i ke në Dërmi, i ke në Ksamil, i ke në Saran, i ke në të gjithë nga llogaraja e tutje. Dhe dini si quhet llogaraja e tutje? Kolumbia e Shqipërisë. Quhet Kolumbia e Shqipërisë. E ka dhënë emrin po ndeshët ju. Kolumbia. Spaku nuk e shikon. Dhe u kujtua Spaku për të gjetur pastrimin e familjes Sheaj në Vlorë, që do shesi pronën e saj. Dhe u kujtua për të marrë në Artur Sheu, që ka 30 vjet jeton në Shqipëri, dhe ne ka kryer Artur Sheu. Vepër penale ka kryer në Shtetet e Bashkuara, jo në Shqipëri. Po ta marrim nga pikpamja kompetencës. Nëse ka kryer, e ka kryer në Amerikë, nuk ka qenë në Shqipëri. Nëse ka kryer në një vend tjetër. Nëse pas ka qenë në Aruba, si thonë këta, ka kryer në Aruba. Aruba është në jurisdiksionin e Hollandës, është një ishull hollandez në Kolumbi, afër Kolumbisë. E ta hetoj prokuroria e Hollandës. Tani, vetëm një njeri që s'kupton, që s'ka dy pare më në kokë, mundet të flasi, të mbështesi broshkullat që të bën prokuroria posaçme.
Kaq, është shumë e thjeshtë. Prandaj te pastrimi kërkon produktin një herë. Ti pa kapur produktin, s'mund të shkosh te pastrimi. Pas qaruar produktin, nuk mund të shkosh të fillosh të merresh me pastrimin. Kush është produkti, kur e thollën në Shqipëri, ku e ashu, ku e shitën, kur e bën trafikimin, me kohë, me orë, me datë, me ditë, me muaj, me minuta, me sekonda, siç e ka ligji, si e pastruan, pastaj janë këto pa të ardhurat dhe ku pastaj i blen këta dhe çfarë bën. Kjo është ligji, nuk është e them unë. Kjo është implementimi i antimafjes italiane. Ligji i pastrimit produkteve veprës penale neni 287 është implementuar nga Italia, nga kodi penal italian, sepse është ligji antimafja. Ne kemi në Italia, se ka si shtet tjetër këtë. Por ama ai prokurori i antimafjes, kur të vjen të thotë urdhë produktin dhe urdhë dhe pastrimin. Nuk ta bën, ta arreston një herë ty ai me dyshimin e arsyeshëm. Pastaj rrugës sot do vendojnë provë. Po spaku ta mbyllë dosjen, ta bën dhe gati, pastaj kërkon edhe arrestin. Tani spaku çfarë do bëj? Do filloj të zgjasë hetime se s'kemi prova të mjaftueshme ne se ashtu është një muhabet dhe ne po presim një përgjigje aty e këtu. Po ti hetimet i bëhe. Mbaroje, përfundoje hetimet, kopsin si dosje, e çojmë në gjykat, të dënoheshin ata. Ka shumë e thjeshtë se e kishe gati. Avokat, nëse marrim të mirë qenë atë çfarë thoni ju, pra që spaku ka një skenar, kujt po i shërben? Tash, ne jemi në fazën unë si avokat dhe familja, shej, jemi në fazën e observimit dhe moment tjetër, pa dyshim do flasim dhe do japim me detaje pse u regjistrua ky procedim penal tani. Pra, në muajin në fund të janarit, pse janë bërë sekuestrot te llogaria e noteres për sa i përket shitjeve të pronës dhe si lindin protestat, pse lindën protestat, kush u ushqeu ato me lajme të rreme dhe gjitha këto do jenë pjesë e një, mund të themi, pse jo dhe i konferencë shtypi në të ardhmen me familjarët. Kështu që unë mendoj se spaku, paktën deri tani, mendoj se nuk e ka nisur mirë për sa i përket çështje, për sa i përket familjes së e ka të sunguar dhe ka bërë këtë publike duke hedhur balt edhe mbi familje, edhe mbi atë personazhin Artur Sheu, por thash, në një moment tjetër, ne pa dyshim do ta bëj publike me ju gazetarë. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia ime si gjithmonë.